Dëgjoje tani, ja pse duhet t'i lajmë gjithmonë rrobat e reja përpara se t'i veshim. Le të jemi të sinqertë, shumë prej nesh lajmë vetëm të brendshme çarçafet dhe peshqirët përpara përdorimit, ndërsa rrobat e reja shpesh i veshim direkt. Arsyeja për këtë mund të jetë disi e çuditshme. Rrobat janë të reja dhe koha që dikush tjetër i provon përpara nesh duket e parëndësishme. Për më tepër, nuk duam të rrezikojmë të prishim ngjyrën ose pamjen e blerjes së rrobave. Megjithatë, ekspertët këshillojnë se është domosdoshme të lajmë çdo rrobë të re përpara se ta përdorim. Lana Hogg, një prodhuese e rrobave, shpjegoi dy arsyet kryesore. Së pari, procesi i provimit mund të lërë rrobat tuaja me shumë bakterie. Së dyti, shumë prej tyre përmbajnë edhe kimikate që mund të shkaktojnë reaksione në kontakt drejt për drejt me lëkurën tuaj. Ajo shpjegoi se përmbajtja e rrobave trajtohet me kimikate që mund të çojnë në prodhime të dermatitit të lëkurës. Duhet patjetër që t'i lani rrobat përpara se t'i vishni, pasi mund të dëmtoni shëndetin.